ti si Dorela e bullizon kryeministrin live dhe kur gjë nuk ndodh. Domethënë ti e bullizove kryeministrin live dhe në mendimin tim e fatë një shfaqje shumë jo profesionale të gjës te, pa ajo është temë për diçka tjetër. Nuk është jo mërzita, po ideja është, domethënë vizat me kryeministrin e një vendi nuk flitet ashtu. Edhe shohim për shembull ç'a ndodh në vende të tjera, për shembull provo një gazetar ta bë me Trumpin, ç'a i thot Trumpi. E gjithë fundi e krye ishte. Fundi e krye ishte bullizim. Do ti e pate momentin tënd si Dorela like to trap edhe e shfryzove deri në fund e bullizove kryeministrin dhe ai çndroi gaditur ty, domethënë sepse kryeministri Rama është në hall. E zgjodha këtë video pikërisht për të dënuar pak kultin e individit, i cili është një element që me thënë drejtë na kalon pak mrapa. Pra është ai moment kur ti do di këtë tjetër më shumë se sa veten tënde. Pra ngre atë në piedestal duke ulur veten në një rast të tillë. Ja ky është ai rast. Unë e di që njerëzit të vetmit njerëz që ne duam më shumë se sa veten ton janë pikërisht fëmijët. Por që kësaj radhe Albatrosi e ka konsideruar Ramën si fëmijën e vet, që shkon për ta mbrojtur në shkollë nga bullizimet dhe nga sjelljet e këqija të dikujt tjetër. Pra, edhe gënjen një moment kur gazetarja e pyet, pra i thot si Dorela që ai e mërzitur, dhe ky i thot nuk jam mërzitur, po, është mërzitur, madje është mërzit më shumë se sa vetë Rama. E kupton? Pra janë këto njerëz që nuk dinë se si ta shprehin dashurinë për një individ të cilin e kanë idhull, edhe ja e shprehin në këto forma. Pra nuk dinë si ta shtrojnë atë tapetin e kuq, nuk dinë se si t'ja bëjnë furçat e radhës, për t'i thënë shiko, unë të dua shumë, të dua shumë. A flitet thot me kryeministrin e një vendi kështu? Flitet Albatros. Flitet në gjithë botën, ka hard talk, me qenë se fjala, në gjithë botën, kryeministrit, presidentit, e shumë figurave tjera politike, i flitet në këtë formë. I bëhet pyetje drejt për drejta dhe pastaj zgjedh ai si të përgjigjet, të ik apo të rri. Pra nuk është një çudi e madhe, përkundrazi është gazetari e mirëfillt. Por sigurisht disa personave që Edi Rama apo një udhëheqës tjetër apo Sali Berisha apo dikush tjetër ja ka errësu syt, nuk e shohin këtë. Thonë që nuk i flitet kështu kryeministrit, i flitet. Por dëshira jote, pra dëshira e tipave të tillë që dalin studiove dhe japin këtë shembull të keq për shoqërinë tonë, për gazetarinë tonë, për publikën tonë, dëshira e këtyre është që tregojnë që shiko, janë ca njerëz të paprekshëm. Jo. Asnjë nuk është i paprekshëm. Asnjë. As presidenti, as kryeministri, as ti, as unë. Të gjithë jemi të prekshëm, të pyetshëm dhe të përgjithshëm. Kështu që larg kultit të individit, mos ngrini tjerët më shumë se sa veten dhe filloni çojeni lugën te goja juaj. Pra shikoni hallet tuaja herë. Kemi hallet tona më miq. Kemi hallet tona, prandaj ka protesta, sepse kemi halle. Dhe jo halli i Albatrosit është që na ke bullizuar kryeministrin. Amon, a bullizohet Edi Rama? Mos u bëni qesharak.